Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhëruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, këndvëllëzon Allahu subhanahu wa taala në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë, s'ka kush që mund ta humbë, dhe kënd Allahu i lartësuar e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute, s'ka kush që mund ta udhëzojë fusti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij fundit, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu më të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, sot me lejen e Allahut të madhëruar kena me trajtu një temë e cilët është e nevojshme për jetën e besimtarit në jetën e kësaj bote. Patjetër se çdo temë prej temave fetare është e nevojshme dhe është madhore. Mirë po disa sigurisht që janë me një vlerë të veçantë dhe duhet të kenë trajtim të veçantë dhe duhet të mirën me seriozitet shumë të madh. Andaj sot me lejen e Allahut të madhëruar do ta trajtoj temën si ta ruajmë familjet tonë, apo si t'i ruajmë familjet tona. Familja sot nuk po sulmohet me armë. Ajo po sulmohet me ide. Ajo po sulmohet me modernizëm të rrejshëm. Ajo po sulmohet me propaganda të ndryshme. Ajo po sulmohet me devijim, me shturje, me thirrje në antivlera dhe turp prej vlerave. E kjo është shumë e rrezikshme. Nuk po shkatërrohet me dhunë, por po shkatërrohet me normalizim të devijimit. Dhe më e rrezikshmja prej të rrezikshmeve është që ajo po shkatërrohet pranë syve tanë. Islami nuk na pyet a e do familjen. Islami na pyet a e mbron familjen. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju të cilët keni besuar, ruajini veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Allahu subhanahu wa taala po na drejtohet: o ju të cilët e keni besuar Allahun e madhëruar, ruajini veten, pastaj edhe familjen tuaj nga zjarri. E si ta ruajmë ne veten dhe familjen tonë nga zjarri? Ky ajet nuk është këshill. Ky ajet është urdhër. Allahu subhanahu wa taala po na urdhëron që ta ruajmë veten dhe familjen tonë. E vetja dhe familja jonë ruhet, siç ka thënë Ibn Kathiri rahimullah, aja ruhet me mësim, ruhet me urdhërim për të mirë dhe me ndalim nga e keqja. Dërsa Kurtubiu thot: kush e neglizhon edukimin fetar, ai ka dështuar në amanetin e tij. Të nderuar shikues, familja fillimisht digjet nga aspekti moral përpara se të digjet në zjarrin e xhehenemit. E çfarë mosa duhet të marrim ne? Mosat janë të qarta. Ne duhet që vetës t'ja rikujtojmë ahiretin, vetës t'ja kujtojmë takimin me Allahun subhanahu wa taala. Ta mësojmë fenë Allahut, t'ja mësojmë Allahun subhanahu wa taala cilësitë e tij, ta mësojmë akidën e pastër, gjithashtu t'ja mësojmë edhe familjes tonë. T'i urdhërojmë familjarët tonë që ta falin namazin ashtu siç na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, dhe të jemi të qëndrueshëm në këtë thirrje. Andaj familja ka nevojë për këshill, familja ka nevojë për urdhërim, familja ka nevojë për një prijes i të cilit është i drejtë, i cilit është model për ta. Familja pa namaz është sikurse shtëpia pa themel. Namazi i babait i cili e fal në shtëpinë e tij, për fëmijët e tij është më edukues se sa 100 ligjërata të cilat i ndëgjon ai fëmijë. Nga se shembulli i babës së tij është shembull i gjallë, i cili e sheh pranë vetës së tij duke e praktikuar fenë e Allahut të madhëruar, duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë: urdhërojini fëmijët tuaj që në moshën 7 vjeçare që ta falin namazin, që t'ja mësojmë, t'ja mbjellim në fëmijëri atyre që duhet të adhurojë Allahun subhanahu wa taala, të cilën është misioni i çdo njeriu në jetën e kësaj bote, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk na ka krijuar për gjë tjetër përveç se ta adhurojmë me një njohshmëri të drejtë, me një besim të pastër, ashtu siç ta kanë madhërisë së tij. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të cilet e transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyre,
thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo njeri prej jush është bari dhe secili prej jush është përgjegjës për kopjen e tij. Pra secili prej nesh jena përgjegjës për kopjen tonë. Ne kur të dalim para Allahu subhanahu wa taala, kena mu pyet edhe për familjarët tona, i kena udhëzuar në rrugën e drejtë. Ai kena qenë udhërofyes për ta. A kena qenë transmetues mirë të fesë Allahu subhanahu wa taala. Allah nuk do të na pyet a janë udhëzuar ata. Mirë po a e kena kry ne punën, a e kena marrë atë përgjegjësi me seriozitet të madh, apo i kemi qenë neglizhent në jetën e kësaj bote. E sigurisht që pejgamberi alayhi salatu wasalam është modeli ynë. Pejgamberi alayhi salam ishte edukator, por nuk ishte poshtrues në edukimin e tij. Ishte udhëheqës, por nuk ishte arrogant në udhëheqjen e tij. Ai ishte i drejtë me familjarët e tij, i mëshirshëm me fëmijët e tij dhe i dëmshëm për ta. Mirë po ishte i qartë edhe në kufit moral. Sot fatkeqësisht kemi autoritet pa mëshirë. E ndoshta mëshirë pa autoritet, e që të dyja janë shkatruese. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Walladhina hum li furujihim hafidhun", dhe ata të cilët i ruajnë deret e tyre. Allah i përgëzon në surën El Mu'minun, në ajetin e 5, ata prej banorëve të Gjennetit Firdaus, e të cilët pas shumë cilësive tjera i kanë edhe atë cilësi të cilën e ruajnë derën e tyre. Ata janë që e folin namazin, janë të sinqert në besimin e tyre dhe e ruajnë derën e tyre. Allahu subhanahu wa taala po të përgëzon: "O vëlla i nderuar, o i motër e nderuar, Allahu subhanahu wa taala po të përgëzon për ata të cilët e ruajnë derën e tyre." Allahu na bëft prej atyre të cilët e ruajnë derën tonë, e përsosu moralin tonë, e pendohemi për të kaluarën tonë, edhe i shohmi dhe i korrigjojmë sjelljen tonë. Andaj, sigurisht që dhe familjen tonë duhet ta udhëzojmë në këtë rrugë, nga se kur turpi largohet nga familja, atëherë familja mbetet e pambrojtur. Pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka thënë: "Nëse nuk je turp, bën çka dush." Kjo nuk do të thotë që ty ta lejon atë që ta veprosh. Mirë po kjo tregon se pas turpit nuk ka asgjë që të pengon. Sepse turpi është perdja e muslimonit. Aja duhet ta ndaloj muslimonin nga gjunahu. Duhet të ketë turp para Allahut subhanahu wa taala që me dal nesër që mos ta veproj atë gjuna. Andaj fatkeqësisht sot kemi baba të munguar apo nën të munguar që ipen mas punës të vazhdueshme dhe harrojnë fëmijët e tyre, e të cilët rrinë në telefonat e tyre vazhdimisht dhe nuk e edukojnë fëmijët e tyre. Mirë po edhe ata njëjtën mënyrë veprojnë. E kemi baballar dhe nëna e të cilët dalin në shoqëritë e tyre dhe i harrojnë fëmijët e tyre dhe nuk i edukojnë ata. E fëmija në këtë mënyrë rritet fëmijë pa bosull fatkeqësisht. Duhet të ketë rregulla, mirë po rregulla me dashuri. Rregulla e të cilët fëmija e kupton se ajo është e drejtë dhe është e dobishme për ta. Andaj modeli ynë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai kishte kohë, ishte shembull për familjarët e tij dhe mbar umetin. Ai kur nuk ndalonte të lutej për familjen e tij. Andaj edhe ne duhet të lutemi për familjarët tonë. Duhet i vendosim kufit tonë që fëmijët tonë mos të dalin prej atyre kufive. E mbas kësaj mase të cilët na ju përkujdesmi familjes sonë, sigurisht që rezultati është që të dalë një familje suksesshme. Edhe pse brenda këtij aktiviteti, brenda kësaj buroje të cilën ne vendosim, ka mundësi që një fëmijë të dalë për rrugës së drejtë. Mirë po atëherë kur të dalim para Allahut subhanahu wa taala, do të jemi të arsyetuar, nga se ne masat tona i kemi marrur. Allahu subhanahu wa taala nuk do të na pyes që ai deshe fëmijët. Mirë po ai udhëzove ata në rrugë të drejtë. Ai sqarove rrugën e drejtë. Andaj lut Allahun subhanahu wa taala që fillimisht ne të na pajisë me një besim të sinqert, që të na pajisë me një durim në edukim të fëmijëve tonë, të familjarëve tonë në përgjithësi, e që familjet tona Allahu subhanahu wa taala të na udhëzojnë në rrugën e drejtë, që të na ruajë ne dhe familjarët tonë nga zjarri i xhehenamit.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.